Përshëndetje miq, sot ju kam sjell lakrorin e Korçës. Lakror me 2 petë. Për brumin na duhen 400 g miell, 1 lugë kafe me krip, pak sot buke dhe 250 ml ujë të vakët, duke shtuar ujë dhe duke punuar brumin. Nëse ka nevojë më tepër, mund të shtroni ujë më tepër. Brumin duhet ta punojmë shumë mirë, do ta lëm 15 minuta të pushojë duke lyer pak me vaj sipër. Mbushjen mund ta bëni sipas dëshirës, unë e kam bërë me presh, kos edhe vezë. Pas 15 minutash, brumin do ta ndaj në 2 pjesë dhe do hap 2 petë të mëdha. Petët do t'i hapi me një seshte dhe nuk do t'jenë as shumë të trasha dhe as shumë të holla. Vendosim petën e parë te tava duhet të jetë 38 deri 40 cm. Në mes vendosim mbushjen dhe petën tjetër sipër. Mbyllim anët e lakrorit, unë i kam mbyllur nga brenda. E spërkatim vetëm me ujë, jo me vaj, dhe pjekim në furrë. Lakrorin sa e nxjerrim nga furra, është e rëndësishme ta spërkatim me pak ujë dhe ta lyejmë me gjalp që të zbutet, më pas e mbulojmë me një picet për 30 minuta. Kjo ishte receta ime, ju përshëndes, kalofshi bukur, ciao, gjithë të mira!